Shejti ditës 30 shtator. Shenjëronimi i mësuesi Kishës dhe dëshmitari fjalës së Zotit. Me 30 shtator Kisha përkujton kalimin në amshim të njërit prej figurave më të mëdha të krishtërimit të hershëm, Shen Jeronimit, prift, shkrimtar, asket dhe mësuesi Kishës. Ai lindi rreth vitit 340 në Stridon të Dalmacisë, një vend që sot i përket trojeve tona, dhe ndroi jetë në vitin 420 në Betlehem, ku kaloi pjesën e fundit të jetës në lutje, studim dhe shkrim. Njeriu i fjalës së Zotit. Shen Jeronimi është i njohur si përkthyes i madh i shkrimit të shenjtë. Ai me një përkushtim të jashtëzakonshëm përktheu Biblën në latinisht, duke dhënë të ashtu quajturën Vulgata, e cila për shekuj të tërë mbeti teksti standard i Kishës. Mënyra e tij e të jetuarit tregonte se pa njohjen e fjalës së Zotit nuk ka njohje të Krishtit. Për këtë arsye, fjalët e tij të famshme janë bërë moto e shumë brezave. Ignorantia scripturum, ignorantia Christi est, që do të thotë mosnjohja e shkrimeve është mosnjohje e Krishtit. Dalmatin i zemrës, qytetari Kishës universale. Tradita tregon se Shen Jeronimi shpesh thoshte me një lloj humori: "Më fal Zot se jam dalmat." Ky poem e lidh atë me rënjet e tij, por ai nuk mbeti vetëm njeri i një vendi. Nëpërmes shkrimeve, udhëtimeve dhe shërbimit të tij, ai u bë njeri i Kishës universale. Përmes përkthimit të shkrimit shenjtë, ai bashkoi Evropën e asaj kohe jo me forcën e armëve, por me forcën e fjalës së Zotit dhe të kryqit të Krishtit. Asket dhe pendestar. Jeta e Shen Jeronimit nuk ishte e lehtë. Ai shpesh tërhiqej në shkretëtir duke jetuar si asket dhe pendestar. Shumë ikona e paraqesin të dobësuar nga agjerimi, duke e rrahur në gjoks për të shprehur pendesen e tij. Në anën tjetër, ai shihet gjithashtu duke shkruar pranë një kryqi, një kafk, simbol i kalueshmërisë së jetës, dhe një luan, që sipas legjendës e shoqëronte pasi Jeronimi ja kishte shëruar këmbën e plagosur. Ky imazh përçon një mesazh të fuqishëm. Shejtëria lidhet me përvujtrin, përkushtimin dhe besnikrin ndaj Krishtit. Trashëgimia. Edhe pse kanë kaluar me shumë se 16 shekuj nga koha e tij, Shen Jeronimi mbetet një dritë e pashuar për Kishën. Ai është shembull i një njeriu që ndërthurte diturinë dhe asketizmin, kulturën dhe fen, guximin dhe përvujtrin. Përmes veprës së tij, Evropa u bë bashkuar rreth fjalës së Zotit, duke pasur si gjuhë të përbashkët latinishten e ungjillëzuar. Mësimi për ne sot. Sot Shen Jeronimi na fton të kemi etje për fjalën e Zotit, ta lexojmë dhe ta meditojmë çdo ditë. Ai na kujton se pa shkrimin e shenjtë, besimi humb thellësinë. Në një botë ku shumë zëra garojnë për vëmendjen tonë, Jeronimi na mëson të dëgjojmë serin e hyjt. Për ne shqiptarët, ai është gjithashtu një shejtor i tokave tona, një dëshmitar se shejtëria lind nga toka e përditshme, por mbetet dhurat për gjithë botën. Shen Jeronimi është një figurë që lidh tokën tonë me Kishën universale. Ai është një zë i gjallë që na kujton të njohim shkrimin shenjtë, të duam Krishtin dhe t'i shërbejmë Kishës. Duke e përkujtuar në këtë ditë, ne jo vetëm nderojmë një shejtor të madh, por edhe marrim një thirrje të qartë të bëhemi dëshmitar të fjalës së Zotit në kohën tonë, ashtu siç ishte ai në të vetën.